i bie rreth 15 herë më shtrejt projektin në Shqipëri, po të kemi parasysh se këtu as 2 milion banor nuk janë, dhe projekti kushton 157 milion euro. Edhe këtu, dore e zeze kunatit famzi, me prestonome është e sigurt. Imagjinoni pra vjedhje. 15 fishi. I kostos të një qytetit të famshëm në Indi. Dënojmë me forcën më të madhe një projekt të tillë si një vjedhje të përmasave të papërmbajtura, si një dhunim dhe cenim i madh i sigurisë kombëtare të shqiptarëve, i privatësisë së tyre. Ata tani nuk mund shkojnë më tek njëri tjetri. Pas syrin e ciklopit mbrapa, dhe ky është i Edi Rams. Sigurisht që Partia Demokratike do ta ngre me forcën më të madhe këtë çështje edhe në institucionet ndërkombëtare, masi përbën një shkelje fondamentale të drejtave të njeriut. Faleminderit. Zoti Berisha, zoti Balla, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, në mbledhjen e sotme të konferencës së kryetarëve ka kërcënuar, nëse mund ta quajmë kështu, opozitën që nëse nuk merr pjesë në dy reformat për zgjedhorën dhe territorialen, atëherë ndryshon formula dhe PS do të vijojë punën e vetme. Keni një përgjigje për zotin Balla? Një gjë e tillë, një ide e tillë është artikuluar edhe nga kryeministri Rama më herët. Faleminderit. Asnjë përgjigje përveç asaj që do japin shqiptarët me 24 janar taos famshëm të krimit dhe Edi Rams. Ata kanë aneksuar parlamentin dhe qytetarë shqiptar do të thonë fjalën e tyre. Kjo është përgjigja ime për te. Do të jetë Partia Demokratike sot në seancën e parë plenare në legislaturën e re? Ne nuk kemi bojkotuar, nuk kemi bojkotuar parlament. Kjo është, do jemi aty për të qenë zëri i qytetarëve. Faleminderit.